Misioni i tyre është shpesh herë i rrezikshëm në gjurmim të kriminalëve dhe vrasësve, dhe si të tillë ata shpesh quhen heronj të heshtur me fytyra të fshehura pas maskave ushtarake. Por për 1 qershor, forcat speciale Renea hoqën pajimet e rënda dhe veshën maskat e kostumet e superheronjve. Në dritaret e dhomave të spitalit të fëmijëve, pacientëve të vegjël ju bë një surprizë. Në simbol të festës së fëmijëve, ministri i Brendshëm u shfaq me të birin. Dhurata shpërndan edhe efektiv të repartit Shqiponja, efektiv të policisë rrugore, si dhe ato të repartit Zjarfikës. Si për të bërë të harrojnë qoftë edhe për pak minuta dhimbjet dhe sëmundjet, skenari hollywoodian u plotësua kur një helikopter i policisë fluturoi gjatë gjithë shfaqjes mbi godinën e spitalit. Dhe në fund dhuratat nuk munguan as për fëmijët e tjerë. Në të gjithë shkollat e kryeqytetit, efektiv policie u dhuruan fëmijëve logon që ishte dedikuar atyre. Qëllimi duket i qartë, përtej uniformave të ashpra të policisë, shihen njerëz si gjithë të tjerët. Fëmijët e qendrës rezidenciale në Shkodër dhe ata të ngujuar kanë festuar 1 qershori në Tiranë. Në masa sigurie të shoqëruar nga policë, ata janë pritur në ambientet e avokatit të popullit. Ky institucion thekson se mbrojtja e fëmijëve është përgjegjësi e prindërve, por shteti duhet ju ofrojë atyre të gjithë të drejtat dhe kushtet që u nevojiten për një jetesë normale në rastet e pamundësive të prindërve. Për fëmijët, në ditën ndërkombëtare të tyre ishin përgatitur edhe dhurata. Ndërkohë edhe Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me Drejtorinë e Burgjeve ka organizuar një festë për fëmijët e grave që vuajnë dënimin në burgje. Ministri Akodheli theksoi se në këtë ditë u duhet kushtuar më shumë vëmendje këtyre fëmijëve që u mungon fjala e nënës dhe përqafimi i saj.